Zonja dhe zotëri, mirë se vini në klubin sportiv. Në vazhdim do të jemi së bashku për sjelljet e këtyre zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Anis Mehmeti po kalon një moment mjaft të bukur në ishull duke qenë protagonist me ekipin e tij Bristol City. Për të kapatur interes nga Premier Liga angleze, por së fundi mediat greke raportojnë se edhe ekipi i Panathinaikos ka shfaqur interes për të përforcuar merkaton e verës me ndërkombëtarin shqiptar. Trajneri Rafa Benitez pëlqen karakteristikat e futbollistit të talentuar dhe kërkon ta afrojë atë në merkaton e verës. Megjithatë, objektivi i Anis Mehmetit është të vazhdojë të shndrojë tek ekipi Bristol për të arritur objektivin të promovohen në sallonet e mëdha të futbollit anglez dhe më pas të shohë me interes ofertat që do të vinë për të. Në këtë merkato është interesuar edhe klubi i Leicester që militon në Championship, por edhe disa ekipe të tjera po monitorojnë situatën e tij. I lindur në Londër, ai është kthyer në idhull për tifozët e Bristol. Në 21 ndeshje në Championship në këtë sezon, Mehmeti ka shënuar 6 gola ndërsa ka dhënë edhe 6 asiste.